Përshëndetje të dashur miq, mirë se po takohemi edhe këtë radhë këtu në emisionin për film Telekino, jam unë Mirjeta Baraliu. Këtë radhë kam kënaqësinë e madhe që për herë të parë të kem në studion e Telekinos një çift shumë të këndshëm që gjithë ju i njihni nga se ata kanë një karrierë mjaft të bujshme. Së fundi kanë qenë në LA ku po vijojnë studimet e postdoktoratës në Akademinë Stella Adler. Mirë po për gjitha këto, për karrierën, për punët që janë duke bërë në vazhdimsi, do të bashkëbisedojmë në vazhdim. Kam kënaqësinë e madhe që në studion e Telekinos të kem të ftuar Mirsad Ferati dhe Marigona Bekteshi Ferati. Sa mirë, mi pas një qift dytë suksesshëm. Përshëndetje, mirë se ardhët. Hajde urdhëroni. Shumë për ftesën. Si jeni? Mirë. Falenderit shumë për ftesën edhe hapësirën. Kënaqësi me qenë këtë studio. Patjetër, ne gjithmonë nga njerë po harrojmë dhe po fokusohemi vetëm në Prishtinë, po në qytetet e tjera të Kosovës edhe sidomos Mitrovic po ndodhin shumë gjëra të mira, po kemi njerëz suksesshëm, talentuar, kështu që faleminderit që keni ardhur. Faleminderit për ftesën. E përmenda që sapo jeni kthyer nga LA, edhe keni shkuar me një qëllim shumë të mirë, pasi që Marigona është pranuar për të bërë studimet e postdoktoratës, nga se Marigona është doktor shkence, dhe ka bërë postdoktoratën e dytë, e ka regjistruar atje, dhe është një drejtim shumë specifik që na mungon në Kosovë, që besoj përvoja jote atje do t'jetë shumë e dobishme për studentët dhe gjithë njerëzit e filmit këtu. A mund të na tregosh më detajisht si keni kalu mas pari, u kënaqet kur e pat LA-n, Hollywoodin, edhe ne kemi disa yje këtu, ju i keni pa ata realet atje? Veç dona me bo ekskluzivisht me tregu një të vërtet, Mirsadi mezi ka pranu më ardhë. E vërtet. Është një film, Legenda 1900. Është një film i jashtëzakonshëm i një pianisti, jazz pianisti të jashtëzakonshëm i cili jeton vetëm në Anije, lind në Anije, edhe braktiset për prindve, rrisin punëtorët e Anijes. E kam pa edhe kom shundrët e këtë disa herë. E kemi pa dhe në të vërtet. Menoj që duhet pra më lëshu sa më shumë njerëzit me pa atë film. Edhe unë e kam të njëjtën frikë, fobi prej New Yorkut, prej atyre ndërtesave të larta edhe krejt beton, që na e kemi edhe Prishtinën prapësisht një betonizume kështu. Nuk e di, për dallim prej krejt njerëzve, nuk kam qenë i interesum me vizitu Amerikën. Marigona shumë vite më parë ka qenë në Washington DC edhe në New York. Pra në këtë rast, kur ishte në pyetje... Që ka bë njeri për partnerën e vetë? Sa është e rëndësishme për krahja? Nuk e di, thuhet se... Shte në shu edhe në LA. Po, edhe... Kjo është e vërtet që a tha Marigona, nuk kom pas dëshirë, mandena në momentet caktume njeriu edhe guxon me lëshu shancat të tilla, po që prej udhëtimeve më të mira të jetës time deri tash mbetet LA. Një gjatë që e kom gabu... Nuk gabon kër edhe ndëgjon gruan. Jo, në fakt e kam mbështet Marigonën qysh prej fillimeve të saj akoma pa diplomu në bachelor, pra jemi bashkëthar në gjitha sukseset e saja personale, edhe po vazhdojmë tutje. Bravo. Shohim, Dhe po tjetë mendoj... inspirim edhe për tjerë se si duhet me përkra edhe mos me qenë vetjak, sidomos kur një qift e kanë profesionin e ngjashëm, të mos janë vetjak vetëm për vetet, shqyqojnë që të përparojnë, po të thjesht ta suportojnë përkrahin edhe partnerin e tyre, kështu që... E ndëgjove. E ndëgjove. Jo, është kënaqësi me përkra partnerin, bashkëpunëtarin e jetës, po edhe një koleg të jashtëzakonshëm se na bashkëpunojmë shumë edhe përveç familjes edhe punën e ndajmë bashkë. është knatësi. Për pak keni shpëtu prej zjarëve në LA, kështu që se të kishit qëllu në atë koma, ndë s'kish më këthy asë një herë atje. Do të shkojmë së shpejti, po prap fillun zjarët edhe tash është një ndjenë gjithsesi, neve si shqiptar jemi shumë të lidhën me Shtetet Bashkuara të Amerikës,
posaçërisht unë kam një mirënjohje të përjetshme për ndihmat që gjithmonë ata i kanë jep për popullin shqiptar, për shqiptarët kudo që janë, edhe bashkëndjejmë vujtjen edhe gjithë ato dame që janë shkaktu prej zjarreve. Po kemi edhe shumë shqiptar të mirë atje, që janë të zotë edhe që ja kanë dalë, gjithashtu jemi në kontakt me ta, ju shkrujmë edhe fatmirësisht edhe unë kam taku disa shqiptar, po mendoj në LA, janë disa prej meqvetan edhe njerë që të artit që i njohin, po thuaj se gjithë, kështu që knatësi që kudo që shkon takon shqiptar, sidomos po të suksesshëm. Marigon, na trego për publikun çka sakt thjesht është tema jote e postdoktoratës dhe cili është qëllimi, çka më tonë më pas me sjell nga përvoja jote në Kosovë? Mirja, faleminderit edhe njëherë për ftesën, për mua është një kënaqësi e veçantë me konë një prej emisioneve ku jam rrit me këtë emision edhe këta kam thonë edhe një herë tjetër me sa e di që ju keni qenë ajo që na e keni lidhë do të thotë botën, kinematografin botërore me televizionet në përshpjet, foli për vitin më njëherë pas vitit 2000. Edhe është kënaqësi me qenë pikërisht këtë studio dhe me fol për LA, me fol për Hollywoodin, për Kaliforninë, për krejt këto të cilat do thot na si artist sigurisht që i ndrojmë ose flasim ose gjithmonë kemi dëshirë që të shkojmë, po jo vetëm si turist, sepse është një ndjenjë ndryshe me shku si turist, edhe është një ndjenjë ndryshe me shku pikërisht siç është Akademia Stella Adler, sepse na e njohim Stella Adler edhe ka qenë ajo e cila teknikat e saj kanë prodhu ose kanë dhënë botës së filmit yjet më të mëdha. Lejo vetëm të them faleminderit për fjalët e mira, e po mbot zemra mal, sidomos që këto fjalë po vijnë prej një personi që është duke i bot 2 postdoktorata e që i ligjeron mbi 10 lanë në universitet. Kështu që bravo. Faleminderit. Faleminderit edhe do thotë kjo pikërisht këtë bën sepse unë ligjer edhe për Stella Adler, kam në syllabusat e mi me studentët e masterit të edhe të aktrimi edhe të regjia e teatrit, edhe gjithmonë e kam pas synim që sepse e kam pa që nuk mjafton vetëm literatura ose ajo literaturë që ne e kemi tashmë në Kosovë, edhe besom që dallon ajo çka është në literaturë dhe dallon ajo se qysh atje mësohet sistemi, qysh praktikohet sistemi i Stella Adler. Tu pas parasysh që na si Europë komplet mësoj me sistemin e Stanislavskit, është sistemi, është baba i aktrimit edhe i regjisë, nuk mund ta mohojmë, do thotë gjitha këto gjenerata, sidomos ne të Europës, do thotë jemi rrit edhe kemi prek teatrët, kemi prek skenat, duke punu mbi atë sistem. Mirë po, Amerika është Amerikë, do të Stella Adler ka ndru diçka gjatë rrugës, sepse ka qenë studente e Stanislavskit. Edhe për mu ka qenë një ndjenjë shumë, do të thotë shumë e veçantë, sepse kam rri me shku pikërisht aty ku ajo ka punu me pato teatro, me pa se qysh punuat direkt me student, edhe të bachelorit atje, pastaj edhe pjesa tjetër e profesorëve, sepse ishte interesante ajo pjesa se qysh ata punojnë edhe në mesveti, se qysh e bëjnë plan programin për student, do thotë këtu. Si arrite mu pranu se është shumë vështirë me depërtu. Shumë vështirë. Mas parit përgëzoj veç që të ka shku mendja me apliku edhe thjesht mandej për të pranu është një arritje e madhe. Ta thash, do thotë na udhtojmë shumë, udhtojmë nëpër festivale, udhtojmë edhe si turist, do thotë tashmë shoqërisht po e kemi mundësinë edhe me shku. Mirë po me shku si një studiuse e Stanislavskit. Tjetër nivel. Sidomos pos doktoratur është një ndjenjë tjetër, sidomos që unë 3 vite ka që pres për bursë, sepse jam pranu qysh para 3 viteve, do thotë e kam marrë ftesën nga akademia. Se këtë ishta me pyesin, e dim që studimet në Amerikë janë shumë super shtrajta, edhe do thotë ke fituar bursën që është gjithashtu. Kjo është ajo që do thotë kur ti merr një bursë, Nihesh edhe mirë, sepse përveç që keme dhënë një kontribut, mirë po prap shteti yt po të vlerëson për punën cilën ti keme bë atje si studiuse në cilësinë të cilën unë do thotë jam atje dhe që do të vazhdoj edhe për një kohë për me bë këtë studime, me bë këtë studim shkencor, edhe pse jo do thotë që ta sjell këtë sistem, jo pse nuk është, sepse ju thash ne mësojmë në shumë shkurt, mirë po ta sjellim edhe pjesën praktike që të mos dallon një aktor që del nga Akademia Jone e Arteve këtu, edhe që del nga Akademia e Arteve te Stella Adler. Do thotë të mos ketë dallime sepse është një person që
është atje, është duke bërë research, duke pa të gjitha ato se qysh praktikon mbështetja e akademisë është shumë e madhe, do thotë jam befasuar dhe me mbështetje, qysh në ditën e parë kur kam hyrë në akademi. E kanë një mbështetje shumë të madhe për mua dhe vazhdimisht më kontaktojnë me emaila me pas kjo faza tash, sepse tash jam do ta bëj edhe shfaqjen teatrale, duke filluar me i praktiku tash ngadalë. Edhe janë vazhdimisht në të mbajnë në kontakt edhe të dojnë që me të mbështetë edhe prej atje derisa të vjen koha tash me bëu edhe vizitën tjetër. Tash do të udhëtosh kështu, do të kthehesh, do të shkosh edhe në atë mënyrë. Sa do zgjat studimi? Një vit. Ka mundësi që duhet me zgjatë një vit e gjysmë për shkak që mas ne ai publikimi shkencor ose ai research që përmbledhet krejt që duhet me u shkru, sigurisht ajo merr një kohë dikun 6 muaj, 7 muaj, kështu që ka mundësi që do të vazhdon edhe për 2 vite. Mirë, po kjo puna intensive me akademinë është 1 vit, ndërsa ajo tjetra pjesë e research që duhet me ul pastaj me krejt me elaboru. Mu zakonisht merr kohë 6 muaj, 7 muaj, sepse nuk është e lehtë me e bën një studim. Sidomos diçka që është e re që na këtu do të thotë kemi më shumë të ndëgjuar, kemi dëshirë me realizu, mirë po ana praktike është diçka tjetër dhe kur je aty është edhe ndjesia është ndryshe, edhe atmosfera është tjetër, edhe puna dallon e amerikanëve nga Europa. Po, këtë ishta me pyet Mirsadin kur ke qenë student në aktrim, me çfarë metoda keni mësuar, çka kanë ligjëruar në atë kohë, për shembull këtu si sistem punojmë me sistemin e Stanislavskit. Pa marrë parasysh pse Marigona është të bo research studim shkencor edhe në fund që do të bëj edhe një krahasim, prapë unë ngelem edhe mendoj që sistemi më i mirë në botë i aktrimit ngelet Stanislavski. Pse Mirsad? Po dhe Stella Adler ka dalë prej Stanislavski. Edhe po amerikanët janë amerikanë. Pra gjithmonë ata duhet me bo më të mirën edhe prandaj janë më të mirët. Mendoj që Stella, është mendim shumë personal, jo studim, mendoj që Stella Adler ka bo një avantazh, ka ecë një hap më tutje, edhe ato mangësi që kanë mujtë me imet prej, derisa Stanislavski e kanë nxerrë sistemin e vetë, pra ato mangësi të vogla mendoj që Stella i ka shfrytzu edhe i ka avancu, i ka qu përpara. Akademia jonë këtu mendoj që na jep shumë mirë, anipse me 3 vite dhe 4 vite nuk është lehtë me nxanë gjithçka, pra ti bazamentin e merr shumë të mirë në fakultet. Po flas për landë dhe ligjërata. Ka pas ligjërues shumë të mirë. Pastaj zhvillimi mbetet te individi. Pra si akademia jonja, si fakulteti arteve, mendoj që profesorët i kemi pas shumë të mirë, unë kam qenë edhe me fat, gjenerata e fundit kemi qenë profesorit Faruk Begolli. Neve në është spjegu gjithçka mirë edhe me shumë pasion, se përveç Faruk Begollit, ka qenë 3 asistent të jashtëzakonshëm, Arnesha Grabovci Nigja, profesoresha jonë, Armand Morina ka qenë edhe Astrid Kabashi. Pra ka qenë një gërshetim, shtoja krejt tjerë që profesorët e landëve tjera kanë qenë gjithashtu krejt këto aktorët më të mirë, aktorët më të mira që i kemi në vendin tonë. Pra, neve kemi punu me Stanislavskin edhe kemi studiu në sistemin e tij. Që për mu prapë mbetet më e mira, i pranoj teknikat e Stella Adlerët që janë shumë të mira, e që tek tuk ose Marigona më thot që ki shumë teknikat të Stellës pa vedin. Unë nuk kam marrë ligjërata për Stella Adler, nuk kam përmendur në kohën tonë, nuk e di, nuk më kujtohet në fakt, nuk na kanë ligjëruar për Stella Adler. Neve kemi dëgjuar edhe për Lee Strasberg, edhe për Stella Adler, edhe për shumë studiues tjerë të lojës së aktorit edhe teknikave të aktrimit. Mirë po që në vendin tonë teknikat gjithmonë binë poshtë ose mbeten vetëm brenda akademisë. Në momentin që lirohemi ose fitojmë një vetë besim, atëherë gjithçka e kthejmë mrapa ose neve pas diplomimit aktorët e Kosovës edhe në përgjithësi sistemi aktrimit mbetet vetëm te sikuri magjik kush ku kur pse rrethanat e caktuara që gjithmonë janë të domosdoshme, mirë po jemi pa teknika. Realisht punojmë pa teknika. Pra është një e merr bazamentin edhe pastaj vetë zhvillohesh. Qartë.
Po duhet ngelim edhe pak të LA, çka ju la përshtypja atje? Unë kisha me jep një përësi para se me folë Marigona për pjesën shkencore. U përmend këtu që nuk e kom pas një pasion të madh për me shku atje. Pastaj në momentin që mora vendimin për me shoqënu Marigonën, kam pa shumë video. Kam përcjell shumë gjithë LA-n edhe Je përgati para se të shkosh po. Edhe kisha me i lut njerëzit që në vendet tilla të ngjashme mos shikoni video se është këtë ndryshe, a? Thehet ajo magjia e madhe. Pra unë kur kam arrit atje, sidomos në rrugën e të famshmëve, mu ka dohë sikur jam në lagjën time, shumë shpejt jam humbet ndjenja. Ndoshta kemi high expectations, pritjet më ba, edhe pastaj kur është pak të njështu. Është një jetë normale edhe atje, që ka shumë Po kjo është normale dhe gjithë aktorët e Hollywoodit, kur i shohin për shembull në ekran, na duken wow. Kur vjen rasti, shembull, kur i takojnë për festivale, shumë që janë njerëz të thjeshtë, janë për toke, janë pak më shumë të plakur se sa në ekran. Kështu që ajo doza, kur ke pritje të mëdha, është gënjimi të krejt normale. Kështu që Ke që mos mi lojnë njerëz me shku prej Kosovës. Ti ke këtë mesazh që mos mi lojnë trit me shku prej Kosovës, po mendajt këto edhe. Jo, patjetër, jo, unë dëshira jeme e madhe është që njerëzit, sidomos çdo fushë, po sidomos të artit të udhtojnë edhe të shohin produktet që i provojnë. Studiojnë si edhe të qëndrojnë këto. Po sidomos pjesa studimit është më e mira, po nëse udhtojnë të shohin shfaqe, të shohin filma, të shohin se si zhvillohet bota. Neve kemi bukur shumë mangësi, po flas te pjesa e teatrit kur shkojmë edhe ndoshta jemi tund për të pa gjana tjera edhe shembull në festivale nuk i ndjekim shfaqjet e tjerëve që është gabim shumë i madh. Ose shkojmë pa filma, shkojmë festivale si shohim filma. Punojmë në sistemin e Stanislavskit, mirë po shumë interesant me pasë si punojnë gjermanë, si punojnë francez, si punojnë anglez, si punojnë polakt, popoj tjerë. Pra, kthehem te bazamenti, neve si shqiptar, kosovar, mendoj që jemi më të natyrshmit edhe më të përafërtit me sistemin amerikan të lojës. Lojës në skenë ose në teatr ose në film. Pra, talenti jonë është jashtëzakonshëm. Ne duhet pak që të udhtojmë edhe të shohim se si edhe tjerë punojnë. Shumë e vërtetë. Po lidhna mirëta te kjo, me qenë se jemi prapë në LA, po lidhna pikërisht çka që tha Mirsadi, thotë talenti është jashtëzakonshëm. Besoj që Kosovë ka mundësi me e shfaq talentin edhe në film, edhe në teatr, edhe në pa, gjatë që dallon do thotë Amerika është sidomos Hollywoodi ose nëse folim për LA tash, ishte shumë vështirë me deportu në kinematografi. Krejt shkojnë me atë ëndrën ëndra amerikane, mirë po edhe sidomos aktorët. Shkojnë për me e mri këto skenat e mëdhaja botërore, po më se harë që me thonë. Shkojnë me mri, mirë po sa unë qëndrova në akademi edhe kisha një bisedë me Lilin, është një nga profesoreshat ma të zonjat edhe e cila kam ri edhe edhe të gjallë Adler, edhe vike nga Broadway edhe kishim shumë biseda me të vëtët pas ligjerata derisa pinim kafe. Edhe më tregoj ke saksisht të qysh funksionon do të me mbri për me qenë pjesë e një filmi të madh të Hollywoodit. Ajo pjesa agjendëve që na nuk e kemi, atje ishte shumë strikte, do thot një agjend, atje nuk mund është si aktor, do thot me deportu vetëm si aktor, po duhet ta kesh agjendin tënd. Dhe ky agjend ka 200-300 aktor të tjerë që i dërgon deri, po i menaxhon ose i dërgon në ato thirrje të cilat ju dërgohen ju dërgohen agjendëve për role, dhe pastaj do thotë prap këta aktor nuk e kanë mundësi me pa regjisorin deri në ditën kur do thotë e fitojnë audicionin, sepse janë ata regjisorë të tjerë të cilët i marrin në audicion, i vlerësojnë dhe pastaj do të zgjedhet ai i cili e meriton apo edhe ka fatin apo mirë po do thotë
shihe sa është konkurenca e madhe, sepse secili agent që shkon ajo ftesë, mbas ajo ftesë shkon te 500.000 agent dhe këta agenti kanë 300-400 aktor që do t'i dërgojnë audicion, do thotë mundësit ishin shumë të vogla për me mbrit deri te kinemat e mdhaja. Edhe prap rolet e mdhaja do të silleshin aty te yjet, te ata të cilët tashmë veç i kanë. Po edhe guxoj me fol tash edhe për çështjen e pagesës, sepse është ajo e cilën na e diskutuam aty ata njerëz të cilët veç janë ose janë pjesë të audicioneve ose janë i bojnë vetë audicionet siç janë këto profesorët e akademisë, sepse aty ishte edhe një profesor që ishte regjisor filmi dhe njihej kogja shumë. Madje kishte edhe yllin aty. Po, dhe do thot pagesat nuk janë ato pagesat që na i ndrojnë miliona. Ato janë për këto cilët i mësuna, për të mëdhejt. Aktorët e listës A që ju thonë që rangu paka shumë është gati që funksionojmë në këto, kështu që nuk ishte diçka që hajde po nisemi prej këtu sepse kam u bëu në yll në Hollywood. Ajo ndodh me raste të ralla edhe do thot secili aktor atje shumica nuk po bëshin një punë tjetër. Dytësore që me mujt me mbijetu ose me prit 2 vjet, 3 vjet për me fitu një audicion që pa jo pagesë do të duhet të ndahet mas ne edhe me agentin që të ka dërgu të roli edhe mas nej sa mbijeton të me një pagesë $10,000 në LA. Kalifornia është shteti më i shtrejtë. E yjet janë me merit apo me pagesë, me sponsor si yjet në të rrugën Walk of Fame e kuptuat? Yjet janë me sponsor, do të thotë është sponsori cili ka me vendosë, sepse është një komision atje i cili bëhet, do të propozohet për x arsye, mirë po nuk është vetëm ajo që ti duhet të jesh yll i kinemas ose aktor që ta kesh një yll. Ti mund të kesh edhe kontributet të tjera edhe në teatr, edhe në radio, edhe në film. Dhe pastaj ky komision do të vendos për me shqyrtu atë biografin tënde, sepse ti duhesh me bëu diçka, duhesh me dhënë një kontribut shumë të madh për botën që ti ta kesh yllin aty. Dhe mas nej sponsori do të vendos nëse do ta sponsorizon ty yllin aty në Walk of Fame, që ishin shumë mirë dhe janë të gjithë të merituar. Kështu nuk është e pamundur. Kishte hapësira të lira, kishte vend akoma. Shumë mirë. Marigona e thatë pjesën, pra neve jemi mësuar me ndëgju shumë shpesh se je me fat, sheh një regjisor edhe ti depërtove. Jo në fakt kjo ëndër personalisht më shua, sepse njeriu aktori shpreson edhe ëndron edhe brenda vetës e beson nëse e shpreson dikon fell që ndoshta një regjisor në sheh, ndoshta një regjisor i madh i filmit është tu e kërku ftyrën edhe fizikusin tim komplet, mirë po kur shkum atje dhe pam sa filtrat e mëdhaj janë, atëherë nuk është se të shuhet ëndra plotësisht, mirë po e kupton se sa të respektuar jemi në vendin tonë. Pra, nëse guxoj kisha me thonë, dikun rreth 90% e aktorëve atje aktrimin e kanë hobi dhe një 10% e kanë profesion. Sakt. Duhet me qëndru dhe më thani agjencioni fort, pra pa që dje unë nuk gëzova shumë një aktor shqiptar që jeton në Kopenhag, Besnik Po e pam që Zeqiri. Filmi ku ai luan, do thotë që është një, në fakt, regjisori i atij filmi The Girl with the Needle, vajza me gjilpër është jashtëzakonisht i talentuar, u nominua për çmimet e Akademisë Amerikane Oscar, po dhe gjithë ky rrugtim nuk bëhet që gjithë synojnë ta marrin çmimin Oscar, do të thënë disa filtra, disa duhet kalohet në për disa festivale. Ky film prakisht ka marrë pjesë në festivalin e Cannes, pastaj janë hapur dyert për. Kjo është e mira Amerikës, që ti duhet ta kesh një bazamen. S'ka rëndësi a jeton në Kinë, Japoni, Europë, Kosovë, po të mos isha në studiuse e Stanislavskit, nuk besoj që kisha me mrit Adler, sepse nuk ta lejojnë. Ti duhet të jesh e krijuar kogja, të kesh një bron mirë që ata me të besu ty me të fut brenda akademisë për me bën një studim shkencor që masnej nesër, kur ti certifikohesh që e ke një postdoktorat nga kjo akademi, ata ta besojnë ty që ti ke i dhënë diçka vendit tonë botës për këtyre teknikave, sepse ata nuk vinë me të monitoru, është e dishme, mirë po kanë kujdes se kanë për e fusin brenda dhe kujt duhet t'i japin mundësinë që me përçu ata të cilën ata e ruajnë shumë, sepse dim Amerikanët janë të tillë, do thotë duhet si them me vull ata t'japin diçka që ti mas nej me përfaqësu diçka të tyre. Dhe
njëta ndodh edhe me aktorët, edhe me regjisorët, do thotë, janë kurrë nuk ka rastësisht atje. Mendoj që kjo është një diçka që është kriju vetëm këtu në Europë, sepse nga larg mendojmë që e mbriti kishte fat rastësi. Edhe këta shqiptarë që na jemi krenar që për ta dhe njemi me fat që i takum pa të mundësi me ndejt me ta dhe për mikpritjen e madhe, punonin aq fort edhe si aktor, edhe të gjitha ato që i kishim rri, ata i kishim rri me merita, do thotë duke punu ditë edhe natë, sepse asgjë s'vjen rastësisht. Nuk ishte rastësisht. Asnjë rol cilin e kishim marrë, jo, nuk ishte rastësisht, nuk ishte me fat, nuk ishte se një regjisorin ta thash nuk e shoh regjisorin deri në ditën e xhirimit. Do thotë duhet ta meritosh ata të cilën ti veç e posedon dhe na duhet jemi me fat, do thotë që edhe kemi ata andej, mirë po edhe që ne vlerësojmë edhe këtu, po mbi të gjitha shumë e rëndësi, do thotë që kudo që shkojmë, çka do që marrim, të mendojmë për vendin tonë, sepse kështu janë kriju këtë vendet më të forta, Franca, Gjermania, do të njerëzit i krijojnë vendet u sjell diçka të mirë. Po. Flasim pak për Mitrovicën. Ke qenë drejtori i teatrit, gjithashtu e organizon edhe një festival. Si është gjendja andej? Neve faleminderit, po mendoj drejtar dhe themeluesi i teatrit profesionist Mitrovicës deri në kohën kur janë emërtuar me emrat të artistëve, të aktorëve të teatrit të Kosovës, pra është quajtur Teatri Profesionist i Mitrovicës, tani Teatri Muharrem Çena Mitrovica. Para kësaj drejtori i qendrës të kulturës Recep Mitrovica në Mitrovicë. Festivali është një prej projekteve më të rëndësishme vjetore për mua, po të njëjtën kohë besoj edhe për qytetin. Si është Mitrovica, neve qëllim kryesor të festivalit ose motivin që kemi për vete, e kemi që të ndryshojmë imazhin e atij qytetit, të përçojmë krejt diçka tjetër për asajna që e shohim natë ditë nëpër media. Faleminderit gjitha mediave që merren me Mitrovicën, po mirën vetëm një aspekt që kisha me qujt plotësisht politik. Në Mitrovicë neve gjithmonë e themi që jetojmë, frymojmë, hajmë, pijmë, rrijmë, çajmë, qeshim, bojmë jetë si gjithë njerëzit në gjithë botën, sidomos në vendin tonë. Festivali vitin që lan pas ka shënuar edicionin 14, tani veç kemi fillu përgatitjet për edicionin e 15 që për ne do t'jetë edhe një lloj jubileje. Mendoj me u zgjeru akoma më tepër, është i profilizuar në zhanrin e komedisë që bën pak më të vështirë si organizim, mirë po fatmirësisht deri këtu kemi punu me selektim, jo me aplikacione dhe me konkurse. Pra neve vetë i selektojmë, kemi selektorë të festivalit që dalin dhe përzgjedhin shfaqjet më të mira që konsiderojmë se duhen të vinë në qytet dhe të garojnë. Është festival garus, ndahen çmime, përcjellet me workshope, përcjellet me vizita turistike edhe të promovimit të trashëgimisë kulturore të Mitrovicës, edhe rrethinës, përcjellet me artistë të tjerë të artit figurativ, të arteve pamore, pra gjithmonë kemi edhe ekspozita. Edhe për këtë vit shpresojmë dhe urojmë që të zgjerohemi akoma më tepër. Festivali është në barë kombëtar, pra mbledh gjitha trojet shqiptare, teatrët shqipfolse, anë e kënd hapësirave ku jetojnë shqiptarë në Maqedoni, në Shqipëri, në Lugin të Preshevës, në Kosovë, gjithmonë me shumë dashamirësi dhe asnjëherë nuk e harrojmë edhe Ulqinin. Mirë po, ja që deri në momentin kur ata të prodhojnë një produkt profesional që mund tjetë garus, do t'jem vetëm si mysafirnderi ose gjana të ngjajshme. Apo keni përkraje, po më intereson, po ju suportojnë qoftë financiarisht ose... Kemi përkraje, bazamentin festivali e ka te Komuna Mitrovicës edhe te Ministria për Kulturin dhe Sport, pra njëjtën kohë në Mitrovicë, Drejtoria për Kulturin dhe Sport. Mirë po, jo gjithherë bëhen vlerësime të drejta, jo gjithherë shikohet se si edhe çka po ndodh në festival. Këto janë dy bazamentet kryesore që mbështesin festivalin. Sigurisht që duam të përçojmë një mesazh, sidomos ata njerëz që janë pjesë e komisioneve, qoftë në komunë, qoftë në ministri,
e sidomos njerëzit përgjegjës, drejtorat e departamenteve, të vinë dhe të ndjekin përsafërmi këtë festival, sepse nga gjithë pjesëmarrësit, trupat garuse, pra neve udhtojmë nga festivali në festival, është i vlerësuar në pjedestale edhe është i vlerësuar si festivali më profesional edhe më i ngrohtë i mundshëm. Për audiencën nuk dua të flas sepse neve kemi një audiencë të jashtëzakonshme, Mitrovica ka një nivel të lartë të vetdijes artistike, edhe audienca e festivalit është pra e tillë. Neve sa i përket audiencës, shpeshherë detyrohemi të ftojmë për ndihmë policinë e Kosovës. Aq që rritet numri. Numri është i madh, fluksi është i madh i qytetarëve që duan të ndjekin 17 radhazi festivalin. Pra të njëjtën kohë po shfrytëzoj si hapësirë me i falënderu policinë e Kosovës, veçanërisht të Mitrovicës që na ndihmojnë, na asistojnë. Edhe këtë vit po përgatitemi edhe do të jetë akoma edhe më i madh, edhe do të ketë risi, do të ketë edhe ndryshime të çmimet. I harrova me i përmend edhe workshopet vitin që lan pas. Jemi koncentruar në vetëm një njeri që ka mbajtur workshopet, pra është profesoresha e nderuar e rinë nga Indiana University, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që ka jep një kontribut të jashtëzakonshëm jo vetëm gjatë festivalit, po edhe 3 javë para festivalit në gjithë hapësirat tona. Gjithmonë kemi workshope, pra është një festival që përfitojmë të gjithë. E mira do të ishte edhe ëndra jonë është sidomos për këtë vit, edhe tutje që gjitha trupat të qëndrojnë për 17 radhazin në Mitrovicë, jo vetëm të vinë një natë edhe tikin. Pra të vinë, të garojmë fuqishëm, të shohim njëri tjetrin, edhe të jemi shumë krenar kur e fitojmë atë çmim cilin do prej tyne. Shumë bukur. Marigon, si është gjendja në universitet, si po kalon, ke disa lanë? Po mirë, po mënej, Universiteti Prishtinës sigurisht që është universiteti ma i madh dhe që unë jam krenare që vi prej aty do të edhe bachelorin edhe masterin kam përfundu në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës, po të mos ishte ky bazament që neve ne e marrim prej Fakultetit të Arteve, sigurisht që nuk vjen as ky suksesi i fundit, arritja e fundit, sepse A-ja dhe Z-ja merren, po folit tash për arte, do të merren pikërisht në studimet bachelor dhe master, dhe kjo është shumë e rëndësishme, kështu që po vazhdon do të thotë kjo e mirë edhe këto vite dhe me student, na punojmë kogja shumë me student, mirë po edhe student janë ata që gjithmonë janë më të mirëtit, janë shumë njerëzor, janë shumë ambicioz. Edhe na provojmë që do thotë të gjitha ato qoftë edhe bëshllëqet që nga njëherë i bijnë nga shkollat e mesme, nga shkolla fillore, mundohemi që t'i plotësojmë brenda akademisë që kur të diplomojnë do të dalin jo vetëm artist, një po që të janë të kompletuar edhe të fushat e tjera. Po mendoj që Akademia e Arteve mendoj që është akademia më e fuqishme, jo vetëm në Kosovë, po edhe në rajon. Të pas parasysh që nëse na folim për krejt ta njerëz, të di që në Oscar ne kemi qenë nominuar edhe me një film nga Kosova, shumë vite më herët, do thotë janë pikërisht ta njerëz të akademisë, edhe ata të cilët na i takuam në Hollywood janë ta njerëz të akademisë tonë. Dhe kjo besoj që kjo e fuqizon kogja shumë, nëse guxojmë të tërheq një paralele, Harvardin e kanë bërë të famshëm ata që kanë dalë nga aty, dhe sukseset e tyre pas. Kështu që besoj që edhe Akademinë e Arteve do ta bëjnë shumë më të famshme njerëzit të cilët do të kanë memrime dëpërtu, kemi shumë edhe regjisorë të filmit, regjisore të filmit të suksesshme, edhe ka pjesa e teatrit, mirë po edhe pjesa e aktorëve, që na duhet të jemi krenar me Fakultetin e Arteve dhe përgjithësi me Universitetin e Prishtinës. Besoj që edhe studentët e arshëm cilët do të vinë këtë vit, besoj që e kanë edhe një infrastrukturë shumë të mirë, edhe kuadro brenda universitetit shumë të mirë, do të thotë profesorë të cilët tashmë veç po e shohin botën, po e shëtisin botën, edhe po sjellin çmime dhe kanë fatin do të thotë që të punojnë direkt me këta profesorë. Qysh e kisha unë fatin me punu me një nga profesoreshat që përmenda ma herë, do të thotë që vjen prej Broadway, që ka punu direkt me Adler.
kjo është ajo që na duhet ta çmojmë. Do të thotë që ti kemi ta njerëz që kemi marrë mësim nga këta. Kohëve të fundit si aktor, a ke pas ndonjë angazhim, nuk kemi pa në filma, a ke ndonjë ofertë, ka shku mendja që të angazhohesh? Në filma kam një mungesën, jam për ati brezi që nga vetë respekti kalojnë në mendje madhësi, pra është një diçka që duhet t'jep përësi për studentët dhe aktorët e ri, nuk marrë pjesë në audicione, edhe kjo është gabimi më i madh i mundshëm që mund ta bëjë një aktor. Neve profesori jonë i dashtën shumë i nderuar Shkumbini Strefi Istra, kur kemi diplomu, pra e kemi pas të landa adiksionit, na e ka dhënë nga një letër se si duhet jemi agent të vetvetes, sepse në Kosovë mungojnë agentët, pra këtu 9 vite më parë, po flas, në fakt 20 vite më parë, 2006-ën, 2006 Istra na jep letrën gjithë secilit prej neve se si duhet bëhemi agent. Pra, që 20 vite akoma s'kemi kriju agentura për agjenci për aktor. Unë nuk marrë pjesë në për audicione me idenë se nëse i duhem më ftojnë. Pra është një gabim shumë i madhë, sepse dere sa duhet t'jesht e jashtëzakonisht i veçantë edhe shumë i talentum, po tepër i veçantë, edhe duhet figurat kërkohet që të vija jeftes në atë formë. Marrë pjesë edhe në audicionet të teatrit, gjithashtu nuk marrë pjesë. Viteve të fundit jam tërhek nga televizioni, sidomos nga serialet komike, këto që prodhohen. Një kohë kam kalu të mirë në radio, është një përvojë e jashtëzakonshme, kam pas një emision timin bashkë me kolegën Edita Dulën. Kemi pas për 3 vite të plota, ma shumë se 3 vite një emision të natës, emision që ka qenë edhe edukativ, po sidomos arktus. E kemi titullu në atë kohë një 2 emergjenca për të qeshur, sepse mendoj që kemi nevoj kemi nevoj të relaksohemi, tani ma veç jemi në këto fushata zgjedhore, po edhe kurse është fushata zgjedhore, populli ynë është shumë indikum nga politika, edhe i polarizum që njëherë e mirë kësha pas qef me kalu edhe me ndodhë sikur ndodhë në vendet të civilizume, është një ditë kur votohet edhe me aqë përfundan. Neve këtë jetën ja kushtojnë politikës, ati, këti, që realisht është gabim. është gabim shumë i madhë. Mendoj se sa dëgjojmë budalla lëqe, më falni për këtë shprehje, do t'ishte mirë të shtronin pyetjes, çka do të ndodhë, çka po ndodhë, pse kemi stagnu, pse nuk përparojmë, pse nuk ecim përpara, pse guxojmë të shahemi, nuk guxojmë të flasim për mungesat edhe kushtet që na mungojnë gjithandej. Ka qenë me vedijen e plot edhe me dëshirën time që të largohem nga televizioni. Fatmirësisht tani e një kohë teatrot e Kosovës, i kemi 8 teatrot të qyteteve që nuk guxojmë i quajt rajonale sepse nuk janë, mirë po kemi paga të dinjitetshme, kisha me quajt, dhe tani në tanësi është të mungu puna edhe disiplina në përgjitha teatrot. Fatmirësisht pra një bazament mirë kemi që të mos jemi detyruar të punojmë në për serialet ndryshme ku shpeshherë edhe vonohen ose edhe nuk vinë fare ato pagesa. Pra për me jetu një jetë më të qetë, kam vendosur që të mos futem edhe të mos angazhohem në seriale, jam shumë komod në teatr, përveç teatrit të Mitrovicës ku jam pjesë e trupës së përhershme. Kemi edhe kompaninë tonë teatrale me cilën prodhojmë gati çdo vit shfaqje, për çdo vit jam në festivalet ndryshme ndërkombëtare të teatrit, ku përveç promovimit të vetës sime ka mundësi edhe me shumë kënaqësi promovoj vendin tonë dhe flas mirë për Kosovën tonë të vogël, sepse në krahasim me botën ne jemi vërtet shumë të vegjël, edhe shpeshherë njerëzve duhet m'ja shpjegu, po flas njerëzve të huaj, duhet m'ja shpjegu se jemi kaq vonë, jemi kështu, ose të paktën prej krenarisë madhe duhesh mi tregu që jemi në gjithë me Shqipërinë dhe jemi shqiptar, jemi njëjtë, mirë po historia na ka nda. Kështu që edhe këtë vit së shpejti filloj në teatr punën, një shfaqje 3,
ku jëm pjesë e asaj shfaqje, një shfaqje me 4 aktor, që presim të kemi shumë lëvizje dhe udhëtime, po paralemroj që edhe Marigona do të ndëgjoj për herë parë, këtë vetë marrë guximin edhe i futën monodramës, edhe mendoj që do të thoj shumë me monodramën edhe do të jetë një autor kombëtar, po me një temë globale. Shumë suksesa. Pra do të promovoj edhe vetën time, edhe autorin, edhe vendin tonë. Shumë suksese të lumë. Faleminderit. Shumë bukur e tha që ndoshta kishme qenë mirë me shtru ma shumë pyetje. Shambull, bashkë mendova pse është mbyll teatri kombëtar që tash e 3 vite shambull. Pse kinemaja ABC, kinemaja vetme ku Karka pi kafe me mujtër Bekim Femiu po mbyllet. Domethënë jam një sër çështje që ne duhet t'i diskutojmë, vetë mos fokusohemi vetëm në politikë ose gjëra më shumë art, më shumë hima, më shumë kulturë. Për fund e dashur, se u kënaqa me ju kam çka të bisedoj shumë gjëra, mirë po ka që kemi kohën, çka kishim shtu për mbyllje të kësaj bisede për fund. Faleminderit shikuesve t'juj, punoni shumë edhe sigurisht pas punës do të ka marrë dhe rezultate. Unë ju falenderoj. Pate me thonë diçka. Marigona në një intervistë e ka thonë një fjalë që mos keni frikë të ëndrrani. Pra Marigona është një person që ëndrran ose unë për vete nuk e kam pas. Edhe punon mi po ëndrat realitet, po. Asnjëherë atë guxim. Doktoratën ka përfunduar në Sofje, pastaj postdoktoratën e parë në Porto të Portogalisë dhe ja tash në LA, pra qenë ka e mundshme. Unë akoma se ko marrë këtë guxim. Shumë suksese. Në vazhdimsi, faleminderit që ishit këtu. Faleminderit shumë të Të dashur mes që këtu po e përmbyllim, ne takohemi prapë javën që vjen me mysafir tjerë të përgjedhur. Mirupafshim.